Mirë, fillojmë më gjerësisht. Ne do të dalim tani dhe do të zhvillojmë një diskutim mbi zhvillimet politike që nga gara nesër e Partisë Demokratike, ku do të rikonfirmohet pasi është kandidati vetëm zoti Berisha tek çështja e integrimit, por dhe tek temi debatet apo përplasjet e forta politike mes maggjorancës dhe opozitës. Kam kënaqësinë të kem antarin e kryesisë së Partisë Demokratike, Grigel Muçollari, në linjë të drejtë për drejtë. Muçollari, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit ustesën. Faleminderit. Ndërkohë kam dhe politologun Alban Daci. Daci, përshëndetje dhe faleminderit. Muçollari, tani nga ju, nesër është gara, po shikoj në rrjetet sociale, pra që deputet apo edhe antar të Partisë Demokratike, pra po i bëjnë, le të themi, një shpërndarje masive. Një garë ku zoti Berisha do të kandidoj i vetëm, pasi nuk janë lejuar të tjerët. Do duhet ishe hapur më hapur gara, Muçollari? Ky është i diskutimi kryer. Po? Italia. Te i trajtuaj këtë çështje, por meqense ju po kërkoni sërish opinionin tim, mendoj që do të ishte shumë më mirë për Partinë Demokratike nëse do të kishte i garë, por në momentet kur nuk ka i kandidat të cilët i plotësojnë të gjitha kriteret që kandidon, atëherë nuk ngelet gjë tjetër përveç se të kandidojmë me një kandidat dhe në formën e një kërkese besimi apo në formën e një referendumi ku antarësia e partisë është thirrur të votoj duke shprehur vullnetin e saj pro ose kundra kryetarit aktual, i cili po rikandidon profesor doktor Sali Berishës. Por dua t'ju, meqense hapet si temë dhe doja domethënë ta mbyll në një koment fundit, po ju them që raste të tilla ku kandidat kandidojnë të vetëm nuk janë të veçuara vetëm në Shqipëri. Madje përkundrazi në Bashkimin Evropian dhe në vendet e parti si motra shumë të zhvilluara si mund të jetë CDU-ja, CSU-ja ose EPP-ja është bashkimi i partive popullore europiane, që është themi grupi i partive më të forta dhe në Bashkimin Evropian, kanë kandiduar për raste të përsëritura me një kandidat duke shprehur vullnetin me po ose jo. Unë kam qenë prezent të paktën në 3 palëzjedhje në PPE, kam qenë të paktën prezent në 4 palëzjedhje në JEP, që është youth që janë të rinjtë e PPE-s, dhe ndërkohë dhe kam lexuar mjaft mbi praktikat e shumë partive të cilat her pas here e kanë këtë formë për të kandiduar me po ose jo, dhe mund t'ja ritheksoj, ja kam thënë edhe në një emision tjetër, keni disa raste në 2012 ose 2013, në mos gaboj, Angela Merkel ka kandiduar e vetme, ke kryetarin e CSU-s, i cili ka kandiduar i vetëm, kështu që nuk është ndonjë çudi e madhe, në këtë pozitë ndodhemi. Ka nesër që të shtunën do të jetë edhe thirrja e demokratëve për të votë besuar, kështu që ajo që do të ishte pozitive është pikërisht që të ketë pjesëmarrje të lartë, pasi kur nuk ka dhe fort konkurrencë dhe pjesëmarrja tenton të bie, këtu do të shikojmë dhe vullnetin e demokratëve për të konfirmuar leadershipin e Partisë Demokratike, në rastin konkret, kreun e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishë. Daci, edhe në rast se do të kishe kandidat po prap, për shembull zoti Berisha do të fitonte, sepse ai që është në detyrë ka më shumë shanse. Ky vendim i marr vetëm me një kandidat e dobëson Partinë Demokratike, apo është ajo që thot Muçollari që duhet më shumë pjesëmarrja nesër, sepse me një kandidat ndoshta të gjithë e dinë dhe ndoshta nuk shkojnë për të votuar? Tani, nëse do të fitonte zoti Berisha, nëse do kishte kandidat, atëherë këtë ne nuk mund ta dimë, sepse nëse do kishte kandidat, nuk e dia do të fitonte apo jo. Problemi është që Partia Demokratike nuk ka kandidat. Dhe problemi tjetër i Partisë Demokratike është që brenda Partisë Demokratike ato që e kanë përshtetur rikthimin e leadershipit të zotit Berisha kanë kërkuar të kandidojnë dhe me justifikimin ose mos plotësimit kritereve, e cila është një analizë relative pastaj për të konkluduar, nuk janë bërë të mundur që të kandidojnë. Pra, dhe pastaj kemi edhe një arsye tjetër që është vërtet që në vendet e Bashkimit Evropian mund të ketë
rikonfirmim e liderit, por rikonfirmimi nëse do marrim shembullin e Angela Merkel u largua vetë nga pushteti sepse nuk po mund të mos asnjë zgjedhje dhe Angela Merkel ishte të betet një të liderit më të forta të CDU-s. Ndërsa Berisha vjen pikërisht nga Neni Basha, i cili edhe ky ka interpretime politike sipas interesit dhe nevojës, dhe po rikandidon pas Nenit Basha, i cili është një temë shumë për të diskutuar, megjithatë unë nuk do të hyj kësaj analize. Çdo lloj partie e ka të drejtën e saj ta interpretojë funksionimin e demokracisë së brendshme apo jo. Çdo lloj partie politike ka drejt që të pranoj demokracisë të brendshme apo jo, sigurisht, sepse është bashkim vullnetarësh. Nëse për demokratët kjo lloj mënyre të funksionuarit dhe kjo lloj mënyre të zgjedhurit dhe kjo lloj mënyre e ndërtuarit Partisë Demokratike është një garanci për të shkuar në fitore dhe për të mundur Ramën, atëherë është e kohë që ne bëjmë analiza, por unë mendoj që kështu siç është Partia Demokratike e ka të pamundur që ta mundë Ramën, dhe problemi është i brendshëm i Partisë Demokratike dhe nuk është problemi i Ramës. Pra, një parti demokratike e cila shkon në zgjedhje me rikonfirmimin e të njëjtit lideri i cili e ka themeluar dhe e ka dominuar për 35 vite, ku praktikisht janë ndjekur gjenerata të tërë demokratësh, një pjesë e madhe e tyre nuk janë më pjesë fare e Partisë Demokratike, një pjesë tjetër me aktifica janë larguar nga Partia Demokratike. Ajo që mua më shqetëson realisht nuk është problemi që Partia Demokratike do të rikonfirmojë zotin Berisha. Bën shumë mirë që ta rikonfirmoj. Problemi është që elitat e vërteta të Partisë Demokratike ndër vite që e kanë shoqëruar Partinë Demokratike në momentet më të rëndësishme, por sigurisht që kanë pasur përfitime politike, por edhe të tjerë që ndjehen të djathtë dhe kanë dashur të identifikohen me Partinë Demokratike, unë mendoj që ka një farë tendence që e kanë praktikisur Partinë Demokratike dhe nuk po i afrohen. Pra, numri që në thojë se largon Partia Demokratike është shumë më i vogël se sa numri atyre që nuk kanë interes më për Partinë Demokratike. Dhe kjo mjafton përmendni me miliona figura në kuptimin relativ fjalës, që kanë qenë ministra, ministra, deputet, që s'kanë më as të lloj interesi, as të bashkëngjitur Partisë Demokratike, as të identifikohen me Partinë Demokratike, as të dalin në konferencë me Partinë Demokratike, dhe edhe në këtë lloj grupimi bën pjesë edhe grupimi i fashëm i Kopit, i cili në vetvete ishte një kontribut shumë i rëndësishëm për rotacionin e pushtetit 2005. E ri theksoj, nëse kjo është linja që Partia Demokratike mendon që është linja më e mirë për të, nëse Partia Demokratike mendon që kjo është linja më e mirë e saj për të qenë përballë Ramës dhe për të fituar zgjedhjet, mendoj që do të ishin bërë shumë gjëra të tjera ndryshe dhe mendoj që procesi i rikonfirmimit, edhe nëse nuk duhet vinë në diskutim leadershipi i zotit Berisha, do të ishte një proces në paktën real i hapjes Partisë Demokratike, që nga nivelet e larta drejtuese deri tek këmbëtari më i thjeshtë. E qartë. Muçollari, pikërisht për post, le të themi, garës zgjedhjeve që mbahen nesër, a duhet që Partia Demokratike pas ditës së shtunë të mendojë atë që quhet një hapje e madhe përballë një maxorance që në numra është e frikshme? Mendoj që Partia Demokratike e para me numra kjo maxorancë nuk është e frikshme. Kjo është një përqasje që është dashur të ngjizet në opinionin publik dhe patjetër duke përdorur dhe shifra, domethënë që vinë si pasojë e zgjedhjeve të manipuluar dhe i vullneti zgjedhor të deformuar, siç e thotë raporti OSBE Odirit. Por përtej kësaj, Partia Demokratike ka përpara disa sfida shumë të rëndësishme, sidomos edhe mas të shtunës ose mas datës 30 maj, ku ka dhe kuvendin kombëtar. Patjetër që është thelbësore që të hapet edhe më shumë ndaj shoqërisë, është thelbësore të bashkoj opozitën në një front opozitar, dhe patjetër një nga sfidat më kryesore është kthimi i Partisë Demokratike një parti moderne, si motrat në BE ose dhe të themi dhe më tej. Kështu që në këtë aspekt ka shumë punë për të bërë, për të bërë gati për të qenë një alternativë fituese dhe për të bërë gati për të hyrë në zgjedhje të lira të ndershme dhe për të bërë gati pikërisht për të fituar zgjedhjet e parakohshme që Partia Demokratike ka kërkuar dhe po kërkon. Kështu që koha është element kritik, na takon që të fitojmë çdo ditë më shumë duke pse jo ndryshuar mes vetes për të përmirësuar dhe për të qenë një alternativë shumë e mirë qeverisë. Po duhet hiqet ky mentaliteti i përjashtimeve.
Apo i vetë përjashtimeve? Çka mentalitet tani, po ne po them që duhet jemi të kujdes, kemi disa muaj që flasim për këtë çështje. Po, sepse është e rëndësishme. Jo, opozita është e rëndësishme. Opozita është alternativa kryesore për të qeverisur vendin nesër. Është pothuajse barabartë me maxhorancën. Dakor, shumë mirë, shumë mirë. Po, domethënë, unë kam qenë në emision me ju këtu një muaj përpara, më shumë gjatë, dhe kemi folur të njëjtën çështje. Dhe po përsërisim vetë dhe po më pyesni po ju mua. Më kupton, edhe po ju them si atëherë. Unë personalisht nuk besoj ke përjashtimi si formë disiplinore. Personalisht. Por Partia Demokratike nuk është Gjergj Çollari. Partia Demokratike ka një kryesi, ka antar të kryesisë, ka institucione që marrin vendim bazuar në një frymë të caktuar në frymën e statutit, por dhe në vullnetin dhe në bindjet e tyre personale. Dhe po ju them këtë gjë, që forma disiplinore si përjashtimi, apo jo, nuk është vetëm elementi i Partisë Demokratike. Dhe meqense edhe po diskutoni dhe përmendëm CDU-n, hapni shikoni se çfarë ndodh në CDU nëse një nga deputetët e saj voton në kundërshtim me vullnetin e grupit parlamentar të CDU-s. Apo rastet nuk të rikandidojnë aty. Domethënë, partitë politike janë patjetër që do të ekzistojë liria dhe e drejta për të folur brenda institucioneve të partisë. Por në momentin që ne ndahemi në publik, atëherë s'kemi asnjë gjë që na mban bashk. Që do të thotë që opinionet tona brenda institucioneve, unë jam ndër njerëzit që kanë folur dhe kanë pasur shumë kritika në lidhje me mënyrën se si gjërat funksionojnë në Partinë Demokratike. Dhe i kanë shprehur mendimet e mia brenda institucioneve. Askush nuk më ka përjashtuar mua. Tani, më thënë, t'i japim Cezarit atë që është e Cezarit. Një parti politike ka një sër rregullash që nga mban bashkë. Dhe një nga pjesët e rregullave është pikërisht institucionet, që kur vendimi merret nga institucione në mënyrë kolektive, dy mënyra ke, ose shpreh mendimin për të bind institucionin, që të votojnë bazuar në propozimin tënd, ose në të kundërt më pas duhet një mënyrë apo i tjetër ti bashkohesh vullnetit të shumicës, ose të largohesh nga ajo parti. Kështu që këtu s'ka diskutime në këtë çështje. Partia Demokratike ka marrë disa vendime të caktuara, ka marrë institucionet e saj kanë marrë disa vendime në lidhje me disa përjashtime dhe kanë dhënë dhe arsyetimin për çdo përjashtim, i cili është i parashikuar edhe në statut, edhe të drejtën e përjashtimit e kanë institucionet e Partisë Demokratike kur ndodhin shkeljes saktuara. Kështu që këto statuti i ri nuk parashikon opinionin tim i nderuar, opinionin tim ta kam dhënë një sekond ta mbaroj pak. Edhe një fjali kam e mbaroj dhe pse vazhdo. Edhe një fjali. Po. Opinionin tim një muaj para, fiks me të njëjtën pyetje keni marrë dashur. E morët përsëri tani dhe është e kot për diskutuar ju jeni i qartë. Ju jeni i qartë, Muçollar, me ju jam dakord, po puna është që si do mbindesh mua që unë të votoj Partinë Demokratike. Po, Alban, po. Në tepër do të themi një saktësi, me rikthimin e ishës nga foltoria në rithemelim, për shkak që Basha kishte përjashtuar një pjesë konsiderueshme të demokratëve nga ata që kishte me vete dhe sot janë me Berishën, si do ta rikonfirmojnë nesër, është hequr e drejta e përjashtimit me statut dhe prandaj përdoret shprehje vetë përjashtuar për Elvin Saliani sepse nuk ekziston në statut më përjashtimi. Po, këtë e di. Pra nuk përjashtohet me statut. E para një ka një ndryshim shumë të madh. Nuk po të kundërshtoj, po them në aspektin nuk po them në aspektin me statut nuk ka përjashtim. Pastaj e quhen vetë përjashtim, me qenë se nuk jam dakord për linjën politike, më dëgjoj se jam dakord që një njeri që nuk respekton linjën politike të partisë edhe duhet merren masa, por po them me statut fjala përjashtim nuk ekziston më. Okej, atë më lejoni ta mbaroj atë që thash. Po. Se i bazohemi një procesi të mëparshëm dhe unë personalisht jam një ndër 8 të përjashtuar në kohën që këtë të themi nen të statutit e zbatoi Lulzim Basha. Bëhet fjalë që ne u përjashtuam sepse lëvizim po bënim një lëvizje institucionale. Në rastin e mëparshëm është një lëvizje institucionale brenda institucioneve, që do të thotë ne thirrëm kuvendin kombëtar, thirrëm të themi kryesitë e degëve, mblodhëm kryesinë e FRPD-s, që do të thotë që për sa kohë lëvizjet janë institucionale,
do të isha kundër çdo lloj aplikimi të përjashtimit, sepse në fund të ditës lëvizja institucionale do të thotë, po thret kuvendin kombëtar për të shkarkuar kryetarin. Dhe kjo është lëvizje institucionale. Në rastin konkret, kemi patur të bëjmë me disa lëvizje personale, në rast, meqense po e përmend, të themi të zotit Saliani, i cili ka filluar një lëvizje krejt personale. Mendimi im personal nuk ka qenë që mund të aplikohet vetë përjashtime, se ky është koncept tani, tashmë nuk ka rëndësi, nuk do merremi fiks me gërmën e statutit. Po duash marrim dhe lexojmë statutin, po nuk është ky thelbi. Thelbi është që a dua dhe unë dhe gjithkush prej nesh mase të bëjmë një lëvizje të dalim dhe të takojnë demokrat gjithandej, duke i rritur, duke faktorizuar veten, po patjetër që e duam. Po a ka kjo parti një sër rregullash që ka të themi mira si puna jon, ose qindra si puna jon, të cilët mund të duan të bëjnë gjithçka, por ama do të dalin dhe do të ngelin kuadrin një lëvizje personale, që do të thotë që partitë politike funksionojnë bazuar në disa rregulla që të themi komuniteti ose antarësia e tyre i ka vendosur, dhe institucioneve që antarësia ka vendosur, të cilat parashikohen dhe në statut. Dhe jo në kot, ne funksionojmë bazuar në ato rregulla. Tani, kjo çështje jo po e përmban gërma, jo se përmban gërma, kjo është tjetër diskutim. Unë po ju them këtë gjë, do të ishte mirë, dhe me këtë dua ta mbyll gjithë diskutimin, do të ishte shumë mirë nëse në Partinë Demokratike do të kishte një garë, pasi vetë gara si zhvillim. Por, në pozitat ku jemi, ku askush nuk do të kandidojë përballë Sali Berishës, sepse të gjithë e mendojnë veten si humbës përballë tij. Dhe s'kan faj, edhe unë i pari, mendoj që për sa kohë kandidon profesor doktor Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike, pjesa dërmuese, shumica e antarëve do të mbështesin atë pa asnjë ekivok. Dhe kjo është situata se si funksionon në Partinë Demokratike. Dhe jo në kot nuk ka njerëz të cilët duan të kandidojnë sepse nuk duan të humbin, është kaq e thjeshtë. Po, në të tilla situata ka raste të ngjashme se si ka ndodhur edhe në përbot dhe në BE, dhe unë po ju përmendja raste, nuk ju përmenda vetëm Angela Merkel, ju përmenda EPP-n, e cila ka disa zgjedhje rrjesh që i bën zgjedhje me një kandidat. Jemi po në të njëjtën pozitë, që do të thotë që së kemi nesër demokratët do vinë të ushtrojnë vullnetin e tyre, duke qenë se ka vetëm një kandidat i cili plotësonte kriteret të vendosura nga komisioni i ngritur nga kryesia për të kandiduar, dhe ai është profesor doktor Sali Berisha. Demokratët nesër do kenë mundësinë të shprehin vullnetin pro ose kundra profesor doktor Sali Berishës. Mirë, Muçollar. Një gjë që angelet të shohim është pikërisht pjesëmarrja dhe rezultatin e ditës së nesërme. Tani, duket sikur ka një ndryshim kursi të Partisë Demokratike nga gjuha e ashpër, nga gjuha e protestave pas bashkimit të votave në kuvend përballë maxhorancës? Nuk ka asnjë ndryshim kursi dhe nuk e di ku e keni parë këtë. Domethënë, sepse normalisht një pyetje lind nga të themi nga një dhënë e caktuar. Nuk e di çfarë të dhënash keni parë. Ja, dakor. Në ndryshim kursi, kurse ne po flasim për protesta dhe nëse do përdorim tog fjalën bashkim votash, jo zotri. Tog fjalën bashkim votash nuk është e tillë. Është votuam një rezolut të përbashkët, e cila ka të bëjë me aderimin në Bashkimin Evropian. Po nuk ka nevojë, është Partia Socialiste dhe maxhoranca e Muçollari, Partia Socialiste s'ka nevojë për votat tuaja e farë në parlament. Nuk i kërkon ti bashkoj me ju, se s'ka nevojë për ju. Me sa duket ka patur nevojë ose ja ka kërkuar Bashkimi Evropian. Për Bashkimin Evropian e keni detyruar, për Bashkimin Evropian e keni detyruar se bën pjesë e interesat kombëtare. Në aspektin politik, se as si do të përfitojë Rama, s'ka nevojë fare për ju. Në aspektin e interesave kombëtare, të procesit integrimit, të marrëveshjeve ndërkombëtare, ju keni detyruar të bashkoheni. Sa atëherë dini kundër interesit për çfarë jeni në parlament. Po pra. Po pikërisht po unë këtë po flisja. Po pra, po për të tjerë s'ka nevojë Rama, për çfarë duhet të bashkoj me ju, që mos të rrezoj ballukun. S'ka nevojë, nuk e rrezon vetë ai. Po mirë, pra tani, po të lexosh me kujdes, nuk e di nëse keni lexuar të gjithë rezolutën. Po të lexosh në tekstin e rezolutës, aty shumë pjesë të saj janë, të themi, retorik dhe ato që Partia Demokratike dhe opozita ka folur. Duke filluar nga. Por keni bërë mirë, nuk po them se keni bërë keq për rezolutën, nuk keni bërë shumë mirë, nuk po them që keni bërë keq. Edhe për të gjitha rastet të tilla duhet sillni në tjetër mënyrë, sepse është interes kombëtar, nuk është interesi i Ramës. Rama humb zgjedhjet edhe mund të. Po pra, Rama humb zgjedhjet dhe mund ta ngrihet flamurin jo të antarësimit. Nuk po themi gjë, ndoshta për këtë kishte, për këtë nuk është se po bashkoheni ju. Por që ka një klim tjetër,
që ka një krim tjetër, bashkëpunimi ka, sepse ju keni votuar tani rregulloren e re të parlamentit me të cilën do të përjashtoj Rama pas një jave prapë. Jo, rregulloren e re të cilët kemi një pjesë për tyre janë propozimet tona. Për sa kohë ne propozojmë dhe propozimet tona pranojnë, si mos i votojmë zoti Daçi, të lutem. Shpresoj të zbatohen, po kam përshtypjen se nuk do zbatohet prapë. Po mirë, dakor, po mirë, po ti atë çfarë duhet bëjmë ne? Jo, nuk po them kritika ju, nuk po them jo. Okej, pra dakor, po s'ka të bëjë me gjuhën, pra, i dashur. Muçollari se domethënë ne bëjmë disa propozime, e cila është puna jonë që duhet bëjmë në parlament. Tani për sa kohë këto propozime pranohen, ne nuk mund të themi jo po si votojmë, se s'ka më sens logjik kjo gjë. Kështu që, po nuk do të zbatohen, atëherë do të fillojmë të reagojmë prapë kur ditën kur këto nuk zbatohen. Në fund ditës ti ke një jetë parlamentare dhe duhet ta ushtrosh atë dhe ne po e bëjmë në përgjegjësinë e opozitës, në përgjegjësinë e njerëzve të mandatuar për ta ushtruar të drejtën e opozitës. Muçollari, me që antari kryesisë dhe pas kryetarit s'ka forum më të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Tani u kam dy pyetje për ju. Edhe nuk e di nëse ke autorizim ose do të përgjigjesh. E para, në reformën e kodit të ri zgjedhor, do jeni dakord për pragun 5%? 2. Dhe për reformën zgjedhore, do jeni dakord që Shqipëria të jetë zonë vetme elektorale? Dhe tretës po e bëj se s'ke për të dhënë përgjigje si do e mbroni votën, se këta s'keni bërë as keni për ta bërë prapë ju, po. Po dy pyetje e para. Më erdhi zëri me vonesë, një të lutem fjalën. Po, pyetjen e tretë po ta bëj se keni bërë dot, se keni mbajt dot, atë si do e ruani votën, ato se keni ruajtur votën në tre palëzgjedhje që kanë ndodhur. Këtë s'po e bëj, po them, po dy të para. Okej. Atë ju doni mendimin tim e para për pragun elektoral, mendimi jot si antar i kryesisë, jo mendimi jot si ti. Po patjetër. Po si antar i kryesisë, pra, të më mendimin që do shpreh edhe për koalicionet, edhe për koalicionet parazgjedhore. Po, unë personalisht jam duke filluar nga kjo e fundit, do të ishte jetike për opozitën, por dhe për vendin që koalicionet parazgjedhore të ariheshin si marrëveshje, pasi do të ishte shpreha më e mirë e vullnetit zgjedhor, që do të thotë që njerëzit mund të zgjedhin mes opozitës, por që janë të bindur që janë kundër maxhorancës, kjo është e padiskutueshme. Dhe do të ishte elementi më korrigjues i gjithë padrejtësive që kanë ndodhur në zgjedhjet e mëparshme, ku shumë parti kanë marrë dhjetra mijëra vota dhe nuk janë përfaqësuar në parlament. Kështu që do të ishte mirë në këtë aspekt për të bashkuar edhe opozitën si në një front të vetëm opozitar. Për këtë, e njëjta koncept do të ishte edhe për çështjen e pragut zgjedhor, mbase jo 5%, por mendimi im personal do të ishte edhe të themi edhe 4%, pasi nuk është thelbi t'ja u vështirësojmë hyrjen në parlament partive të vogla, por thelbi është të rrëzojmë Edi Ramën dhe atë mund ta rrëzojmë vetëm nëse ka një marrëveshje të sinqertë për të bashkëpunuar dhe për të kandiduar në një koalicion parazgjedhor elektoral. I tillë mund të vi vetëm nëse ka një marrëveshje të drejtë mes palëve dhe respektohen të drejtat dhe kërkesat e gjithë secilit. Kishte edhe një pikë të tretë, në mos gaboj, po duke qenë se mezi po dëgjoja më shpëtoi. Jo, të tretën nuk ta bëra si pyetje se ka bëjmë a do ta ruani dot votën por përderisa tre palëzgjedhje se keni ruajtur dot, s'keni për ta ruajtur edhe zgjedhjet e tjera. Shiko, edhe këtu do të jap mendimin tim personal. Është shumë e vështirë, domethënë të flasim për të ruajtur votën në konceptin kur vota është manipuluar që në gjenes, do thotë është manipuluar pa shkuar në kutinë e votimit. Po si do fitoni zgjedhjet? Mund t'ja dalim. Urdhra? Si do fitojnë zgjedhjet ndërkohë që ka manipuluar që në gjenez? Diçka duhet bërë. Po më lejo për ta mbaroj. Okej. Këtë që po të thotë që do të thoja që patjetër që atë ditën e votimit ose të themi në kutinë e votimit, në momentin që ka një front të bashkuar opozitar, është shumë e kollajt dhe për të ruajtur votën. Por lidhet pikërisht me përpara ditës së votimit. Dhe vetmja gjë që mund të bëjmë ne është pikërisht të denoncojmë dhe të flasim me fakte para opinionit ndërkombëtar dhe shpresojmë që po ta vini re sot edhe në raportin e IBAR-it. Po. Flitet politikisht me gjuhë shumë të fortë dhe më kritike ndaj qeverisë shqiptare në lidhje me zgjedhjet dhe organizimin e zgjedhjeve. Madje flitet dhe në mënyrë eksplicite për zgjedhjet e ardhshme që janë jo më larg se pas një viti,
ku kërkon pikërisht përmirësimin e të gjitha rekomandimeve të OSBE-Odirit, të cilat në fakt përputhen një me një me kërkesat e opozitës. Kështu që në kuadrin e aderimit të Bashkimit Evropian, patjetër dhe të bashkimit të opozitës në një front vetëm, në një gjuhë vetme dhe garimin në një të themi koalicion, besoj se do të kemi mundësi për një komunikim më shtrëngues nga Bashkimi Evropian, edhe besoj se do të ketë mund të arrijmë zgjedhje të lira të ndershme, por këto nuk mund të arrihen, dhe këtë e kam bindje edhe personale, por edhe qëndrim politik të partisë time, zgjedhje të lira të ndershme, siç e ka treguar dhe eksperjenca me Edi Ramën kryeministrin nuk mund të ketë. Kështu jo më kërkojmë qeveri teknike, jo më kot ne po kërkojmë qeveri teknike pikërisht për të zgjidhur këtë çështjen e manipulimit të vullnetit zgjedhor, duke përdorur fondet e shtetit, duke përdorur administratën publike, duke përdorur buxhetin e shtetit, të cilat të gjitha janë akte të jashtëligjshme të kundërshtim me ligjin, me kushtetutën, po dhe me frymën e demokracisë. Muçollari, jo me dëshirën time, dëshira ime është çështje tjetër, se jam gjithmonë pro rotacionit pushtetit në Shqipëri. Ju që do t'i humnit sigurta zgjedhjet lokale pas një viti dhe do flasim prapë këtu ne. Çfarë do bëhet me Berishën? Do jetë prapë kryetar ai? Shiko, po flisni e para herë, ju nëse mbështetjen të opozitës dhe besoj se po, se s'ka arsye se mos jeni. Nuk mund ta filloni kushtëzimin, ju do t'ju humni zgjedhjet. Është sigurt që do i humni zgjedhjet. Është zgjedhjet e keni të humbur, ju ne do flasim këtu dhe nuk po hik sa historie, por them, kur t'i humni zgjedhjet, çfarë do bëhet me Berishën prapë si kryetar? Jo, po s'mund të më kushtëzosh ti mua fakte sikur ndodh kjo këtë. Po merr si hipotezë. Po merr si hipotezë. Po më lejo të mbaroj edhe opinionin tim, pra po them. Nëse po thoni që mbështisni opozitën, e para si fillim duhet jeni votuesi saj, apo ja? Vota është sekret, ose jam antar i Partisë Demokratike. Jam votar sekret ose jam antar i Partisë Demokratike. Po pra, nëse jeni mbështetës, duhet jeni votues. Atëherë, ta shikojmë mbështetjen. Shumica e popullit mendon si puna juaj, do të votojnë pikërisht opozitën e bashkuar. Po pra, po në mënyrë hipotetike, pra, Muçollari, në rast të se, a do ketë një përgjegjësi për shembull të leadershipi, në rast se humbet Tirana, se Tirana është Shqipëria, po fitove Tiranën, ke marr qeverisjen e vendit pastaj. Atëre, po flisnim për një të ardhme shumë të largët. Unë nuk dua t'i bëj pyetjes. Pasi viti Muçollari, pasi viti më janë zgjedhjet. Të lutem. Atëre, më dëgjoj pak lutem. Po mas një vit shikoj, nuk është kohë e shkurtër, i dashur. Pas një viti mund të ketë qeveri teknike, mund të ketë dorëheqje të kryeministit Rama, mund të ketë arrestim të zonjës Balluku, mund të ketë arrestim të zotit Rama dhe ne nuk e kryejm fare këtë diskutim. Muçollari, një qeveri teknike që organizon një proces zgjedhor të lirë, të ndershëm dhe nuk tentojmë një vit përpara të bëjmë lajm një fjalë apo një pyetje që ndërkohë nuk e ka pa nevojshme. Kemi edhe një vit kohë. Ndërkohë që një ditë përpara ka kaluar Ibari me kushtëzime të forta nga Bashkimi Evropian, ne nuk flasim për Ibarin, për këtë çështje të rëndësishme që Shqipëria ka sot, parlamenti, opozita, qeveria, Bashkimi Evropian, por diskutojmë që çdo të ndodh mbas një vit nëse. Po atëre. Jo, nuk dua të bëj me debat, se nuk du ta bëj debat me ty, se s'kam arsye me bërë debat, të jemi sinqert. Tani, ju nesër si konfirmimi Berishës, apo jo? A është nesër? Kur është zgjedhjet? Nesër. Është rikonfirmuar Berishë. Okej. Ju do keni një proces shumë të gjatë, shumë të komplikuar, shumë të vështirë për riorganizimin e Partisë Demokratike deri tek anta i grup seksion në nivel territorial. Prandaj them unë që do t'i humbi zgjedhjet. Po një sekond, po dakord, më ndjek me vëmendje se kam për debat. Tani, unë më aq sa shikoj në media dhe jashtë mediave, përveç faktit që Partia Socialiste është gjithmonë në zgjedhje, kanë paktën 4 muaj që bëjnë takime intensive në çdo lloj cepi të territorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe tani, këtë lloj makine politike, e cila është e favorizuar nga shumë rrethana të tjera, të pranueshme dhe të papranueshme, përfshirë dhe pushtetin, si mendoni ju që do ta mundni? Ja u thash përgjigjen time. Edhe nuk dua të zgjatem në këtë çështje. Nëse do të flasim për Ibarin dhe për atë që ndodhi me
Bashkimin Evropian në kushtëzimin që i ka vendosur qeverisjes nëpërmjet ndryshimit të tekstit të IBAR-it, jam i hapur për të folur për këtë çështje. Te IBAR-i nuk dikon fare tek zgjedhjet për Musollari, nuk dikon fare tek votuesi shqiptar e IBAR-i, më dakor. IBAR-in e kupton vetëm 10% e popullsisë së Shqipërisë. Pjesa 80% nuk e kupton fare IBAR-in. Jam i hapur të flas për çdo gjë që do vendi, unë po them këtë çështje që ne po flisnim, e cila do të ishte sipas drejtuesit të emisionit një pjesë minore në diskutimin që ne po flisnim, unë e dhash opinionin tim dhe nuk kam më asnjë koment që lidhet me. Te IBAR jemi, o Muçollar, te IBAR jemi dakord ne, ato detyra duhen bërë dhe shumë mirë që IBAR-i tek ajo që ne lexuam dje që janë evidentuar. Këtu jemi dakord. Problemi është tek ajo që thotë Daci, a përkthehet e gjithë kjo me të drejtë në fakt, këto që ju nglini të Partisë Demokratike, po a përkthehet kjo në vota, në fitoren e zgjedhjeve? Po ja bim dakord njërë bashkë. Si fillim, a bim dakord tre bashkë që vullneti zgjedhor është manipuluar në zgjedhjet e kaluara dhe qeveria përdori për të deformuar vullnetin? Bim dakord unë gjithë bashkë. Po të bim dakord të gjithë bashkë, atë hajde flasim se mund të bëjmë opozitën. Po thoni ju që qeveria ka manipuluar vullnetin zgjedhor, ka përdorur krimin, ka përdorur administratën zgjedhore, ka përdorur fondet e buxhetit të shtetit, të gjitha këto gjëra të parashikuara në SBO-dirit. Nëse ne kemi sinqeritet ndaj këtij diskutimi përpara publikut, gjëja e parë që të bëjmë është bim dakord që këto procese kanë ndodhur. Lidhën që bijem dakord, hajde flasim se çfarë mund të bëjmë me opozitën. Po zgjidhim mirë, bim dakord që këtu e kemi hallin më të madh. Hajde zgjidhim dhe këtë hallin më të vogël, se si mund të përmirësohet opozita. Por mos ta minimizuar dhe për ta mos ta egzageruar. Por më kur ka pasur zgjedhje të tjera në Shqipëri? Ram dakord me këtë çështje apo po prapë pyet? Po dakord, por kur ka pasur zgjedhje të tjera në Shqipëri? Kur ka pasur? Partia Demokratike në 2013, Partia Demokratike në 2013 hiqte nga puna. Do të ishte korrekte, Partia Demokratike në 2013 hiqte nga puna edhe pastruesit e shkollave që nuk shkonin në mitingje dhe nuk votonin Partinë Demokratike. Mos kthehemi mbas. Ku bëjmë dakord si vëjsoni por se vërtet, po. Ku di ti? Ku e di ti më burr? Ku e di ti? Po e kam pusuar vetë. Po si? Ja, unë kam qenë drejtor personeli, atë s'kam më qenë në punë. Nga viti 2011 deri 2013. I Ministrisë Transportit. As pse vini as s'ka lidhje me Ministrinë e Transportit valla. Po mësuesët në 2013, nëse vini miting çfarë do të? Unë kam pas në varësi 140 punonjës. Dhe as kam hequr, as kam larguar një nga puna se s'ka në mitingje. Po mirë se ke bërë ti. Po që nuk të thotë se s'ka aplikuar. Flet për një situatë, e kupton 13, 15, 12 vjet përpara. E kupton ndërkohë që edhe pse këto mund të kenë qenë dhe kanë qenë gabim dhe prapë ja pranoj që edhe në kohën e Partisë Demokratike kanë qenë, por teorikisht do të kishin duke u përmirësuar më shumë se sa një dekade. Jo të përkeqësoheshim. Unë s'po them gjë. Tani ti merresh i ka ndodhur kjo në kohën e Partisë Demokratike. Diskutim absurd, tani si do zgjidhim problemet që i shërben shoqërisë. Kjo nuk është një ndeshje futbolli kur ka fitu tjetra, kur ka fitu njëra. Nuk është tifozëri. Ne përfaqësojmë opinionin publik dhe flasim për problemin aktual se si do ta zgjidhim. Mirë. Ka ndodhur dhe mbi dekadën përpara. Po nuk e kuptoj zgjidhjen gjithsesi. Nëse doni të flasim realisht se si mund ta bëjmë këtë vend, se si mund të ndryshojmë gjithçka që duhet fillon nga procesi zgjedhor. Ditën që kemi një proces zgjedhor të lirë të ndershëm, të pandikuar, duke mos përdorur qindra milion euro të buxhetit të shtetit për të dhënë pikërisht shpërblime shumë pak kohë përpara zgjedhjeve, të cilat nuk lejohen me ligj, duke mos përdorur paratë e korrupsionit, duke mos përdorur krimin organizuar, duke mos përdorur administratën zgjedhore, duke mos përdorur fuqinë e influencave të paligjshme. Këto janë probleme që ne duhet të zgjidhim. Patjetër duhet të zgjidhim dhe problemet që ka opozita. A duhet përmirësuar Partia Demokratike? Po duhet. Dakor. Po kjo është një proces që ne po tentojmë për ta bërë, po flasim duke diskutuar brenda forumeve. Por nëse ju kërkoni që t'ia kthejmë dhe ta kthejmë diskursin te opinioni publik që problemi më i madh i këtij vendi është opozita, atëherë ju keni zgjedhur të bëheni palë. Dhe më vjen keq t'ja u them këtë gjë. Unë nuk them problemi është opozita për shkak. Kjo është e vërteta që duhet të them dhe po ja u them.
E qartë, mirë, Muçollari. Okej, mirë, se s'kemi dhe ko. Muçollari, të falenderoj shumë Daci, të falenderoj do t'jemi dhe herë tjera, falenderoj dyhen fakt Muçollarin, sepse të shkuara Muçollar, se më thej që ishe dhe me viroz. Të falenderoj shumë. Mirë, duke falenderuar Alban Dacin, por gjithashtu edhe Grigels Muçollarin, antarin e kryesisë Partisë Demokratike.